Librat për fëmijë janë një pasuri e rrallë dhe larmishme e ideve të cilat ndikojnë në procesin e formimit të fëmijës, por fenomeni i leximit të fëmijës duket se po zbehet ditaditës. Kjo për shkak të disa arsyeve, siç janë çmimet e librave që nuk përballohen dot nga çdo prind, por edhe sfida që teknologjia po i bën sot librit. Mendoj që libri tashmë është bërë një objekt i shtrenjtë për të qenë në çdo familje dhe nëse nuk investojmë qoftë në bibliotekat e shkollave apo qoftë në mënyrën se si u dërgojmë fëmijëve librin dhe interesin për librin, ne nuk mundemi dot ta dimë se sa interes kanë ata. Libri është në një luftë të hapur me teknologjinë. Libri të zhvillon fantazinë dhe imagjinatën dhe nuk mund ta bëj këtë gjë asnjë mjet i cili ta jep informacionin të gatshëm. Kështu që mendoj që pralla është edhe hapi i parë për të patur nesër lexues. Një vend që ka lexues ka një shpresë. Si zgjidhje shkrimtarët e fëmijëve shohin futjen e leximit në shkolla si lëndë dhe mbështetjen e shtetit. Mendoj që pa një mbështetje shtetërore, pa e futur leximin si një lëndë më vete në shkolla, për ta nxitur sa më shumë atë, ne nuk mund të bëjmë dot sado sipërmarrje të vogla të bëj unë si autore apo si botues apo dikush tjetër, pra duhet jetë një sistem i tërë vlerash për të transmetuar te fëmijët. Unë them që ata janë shumë të gatshëm edhe shumë të interesuar për sidomos për libra origjinal siç janë këto, sepse pjesa më e madhe e librave janë libra që vinë të përkthyer nga jashtë. Ka ardhur momenti tani që ne të kthehemi syt nga kultura jonë edhe nga trashëgimia jonë kulturore. Libri cilësohet si gur i themelit për formimin e fëmijëve, por orientimi të vegjëlve drejt leximit dhe librit fizik mbetet një sfidë në kohët e sotme.